Si mund ta përshkruajmë ashtu deri tash këtë punë të gjykatës speciale? Deri tash do të në seanca publike disa informacione të përgjithshme kanë dhënë dëshmi 125 dëshmitar, 117 prej tyre të tjerë janë pranuar me shlem. Nëse marrim një numër të parafort është rreth 250. Planet kanë qenë fillimisht të jenë mbi 300, por duket se prokuroria ka pasur probleme me sigurimin e disa dëshmitarëve dhe kjo është vënë re edhe ditën e martë, por edhe me dëshmitar të tjerë. Për shembull, është një rast ku një dëshmitar i prokurorisë është zhdukur, le të themi ashtu në thonjza, dhe nuk i paraqitet prokurorisë, nuk i ka qel telefonin, edhe kjo i ka shkaktuar probleme prokurorisë, e cila më pas është detyruar me zvodlu numrin e dëshmitarëve që të dëshmojnë në sallë, por i ka shkaktuar probleme të tjera mbrojtje, sepse dëshmitë e tyre janë pranuar të shkruara dhe është shumë problematike për avokat që të sfidojnë dëshmitë e dëshmitarëve që nuk shkojnë në sallën e gjyqit, në bazë të komunikimeve që kanë pasur edhe me avokat edhe me ekipet mbrojtëse. Ky është një problem shumë i madh, sepse janë mbi 117 dëshmitarë, dëshmitë të cilëve janë pranuar me shlem, edhe kjo është një punë 2 fesht apo 3 fesht të mbrojtjes që tash me arrit me i përball këto dëshmi me argumentet e tyre. Nëse flasim se çka na pret tash, është që çështja është tashmë në dorën e mbrojtjes. Mbrojtja në bazë të asaj që kemi raportuar pritet të kërkojë hudhjen e disa pikave të akuzës, sepse vlerësojnë që prokuroria ka dështuar të vërtetoj akuzat që i kanë ngritur vet dhe këtë ka dështuar ta bëjë me dëshmitarët që i ka pasur deri më tash. Nëse eventualisht ky mocion për rrëzimin e disa pikave të akuzës hidhet poshtë, çka do të pas të zhvillimet nuk është shumë larg mendsh që thot populli, atëherë do të jetë rrodha që mbrojtja të çojë dëshmitarët e tyre. Duke qenë se Klertu që janë në paraburgim për gati 5 vjet, avokat janë në mes dy zjarresh, në njërin anë ta sfidojnë rastin dhe të ofrojnë argumentet e tyre me dëshmi, prova e dëshmitar, dhe në anën tjetër të kujdesen që procesi të shkojë më shpejt, sepse 5 vite në paraburgim është kohë e gjatë. Duhet të gjendet një mes i artë i mbrojtjes për të